në Polinin. Sigurisht ka pasa diferenca ka qenë më e madhe shumë me fjalë se ne kemi luajtur gjithë në Shqipëri dhe nuk e kemi pas këtë të lehtë me fjalë për me një ekip si Polonia që ato kanë luajtur në pothuajse në gjithë Europën që si kanë edhe sot. Bonjeku fitoi Champions League-ën pak ditë më para ndeshjes e erdhi në Tiranë, kështu që mjafton kjo. Me Juventusin, po. Po. Sigurisht tani diferencat janë shkurtu dhe janë ngushtu shumë dhe shpresoj me fjalë kjo diferencë mos të ketë më pavarësisht nga ana fushës. Unë tham vetëm fusha është ajo diferenca që ndoshta ne na penalizon këtë ndeshje. Kurse niveli tham që është rrit shumë i Shqipërisë dhe pse jo mos tentojmë për kualifikim. Atë zot Zmiani, ndalim pak me këmbë tokë se tani ne kemi këtë të keqin ne shqiptarë që presim shumë nga kombëtarët, në moment që kombëtarja bën një hap fals, ne gjithë fillojmë pasaj dhe e merrim me kombëtarin. Dhe unë po mundohem të ditë të çoj ca mesazhe që mos edhe larg qoftë, nëse ne nuk arrim të kemi sukses, por ne arriti ishte edhe play-offi. Pra. Besoj bini dakord dhe ju, profesor, të kjo pjesë që edhe ne fituam pjesën tonë, arritëm e te kaluam ndoshta objektivin, tashmë çfarë vjen është plus për ne. Kështu që nuk duhet të hidhrohemi dhe po nuk arritëm dot të kalojmë te. As diskutohet. Prandaj gjithmonë futbolli është i bukur sepse ka edhe këto surprizat me fjalë pse jo, që mos shkojmë tek ajo surpriza që Shqipëria me konkuru për kampionat botror. Dhe dalim me Suedinë dhe me ose Ukrainën, një nga dy, ose Suedi ose Ukrainë. Por gjithmonë duhet të shpresu sepse mundësitë janë. Nuk është ajo diferenca shumë e madhe, sepse ekipi është formuar, Silvinho e kishte besim pavarësisht se është edhe tje diplomatike që thot me ekipin më i fortë që jam nesh ka kënë Polonia, është edhe diplomatike nga ana trajnerit, por unë thëmë që janë nivele të njëjta, vetëm se është fusha që ne lutim Varshavë, nuk lutim Shqipëri. Zmiani, duhet ndalim pak të mbrojtja. Je i sigurt që mbrojtja është e blinduar me Shkodran nga 2 krahat? Thëmë që po. Të sigurisht që e kanë meritu që janë aty. Një është nështë në nërë matë vjetit, ekipit, tjetër është nërë më të rritë dhe po letë në rang botëror dhe e dina me fjalë se çfarë kualitetit ka mitaj, se mund themi që është në rritarët më të mirë ndoshta edhe në rangun në Europian. Për të vlerësu, se sigurisht që hala pesh është 21 vjeç, 22 vjeç, nuk ka arrit hala atë që duhet me arrit eksperiencën e tjera, pavarësisht se ai ka aftësi të jashtëzakonshme, ai letë me atë qëtësin që ka letë si me kënë 30 vjetë ose 32 vjetë. Dhe këtë aja e bukër e ti. E kuptoj. Por është përsej që të blindojmë atë mbrojtje me fjallë, se dhe me qenë nuk e kena patjetër, a jeti Gjimshiti, nëse do jetë kjo dyshja, besoj kjo do konfirmohet, me që jemi tu, më bërë një parashikim të formacioneve, formacione Shqipërisë, ose për ju, kush do ishe idealja, këtë në port, pa dyshim Strakosh, mbrojtjen e caktum, Hysaj, Mitaj, Gjimshiti, a jeti, tani gjithë dilema është e mes fusha dhe sulmi. Duhet ta nisi... Po fitet për ata dy emnat me kjo që duhet të jenë. Mundshim e metin, po. Po, që duhet të jenë, sepse janë edhe në forme, dhe momenti është i tyre për t'i provuar, pavarësisht se edhe ata dy çifte që nuk janë në formacion, edhe ato kanë dhënë vlerat e veta, pavarësisht se duhet një farë ripërtriret ose duhet një farë iniciativet nga ana e trajnerit. A është ky momenti, se Silvinho, zoti Zmiani më thotë dëgjoj, nuk është ky momenti për të eksperimentuar. Këtë moment duhet fitojmë. A duhet ja lënë trajnerit, se shef shumë plana trajnerit. Na shohim vetëm sipërfaqësorën dhe jemi këtu duke pi kafe dhe thojmë se futi këtë ose këtë. Kurse trajneri thëmë që e ka thyr kokën për atë punë dhe i ka pa ato nivelet ose ata kilometë që i ka pa gjithë secili për të dhënë maksimumin në këtë ndeshje, se kjo është një final për ne.